Gjithë thonë se fasulet ju bëjnë mirë, por askush nuk e di se çfarë i ndodh trupit tuaj. Fasulet janë të pasur me kalium dhe magnez, kështu që ndihmojnë në mbajtjen e tensionit të gjakut nën kontroll. Fasulet e kuqe janë më të përmbajtura me vlera të fibrave, duke ndihmuar në uljen e kolesterolit të keq dhe luftimin e problemeve të zemrës. Ato janë të pasura me proteina dhe ekur, duke bërë një zvendësim të mishit për vegetarianët. Duke qenë se fasulet e kuqe kanë ngjashmëri me disa prej organeve të trupit tuaj, ngjyra e kuqe është treguesi i përdorimit të lartë të antioksidantëve në luftën kundër shumë sëmundjeve, citon Dr. Janet Bond Birrell. Siç mund ta dini, fasulet e kuqe janë të përsosura për të përdorur në sallata, në sanduiç ose në salca. Sasia që duhet të konsumoni është gjysmë filxhani të gatuara në ditë dhe do të merrni të paktën 112 kalori. Fasulet janë një zgjidhje shumë e mirë për të shtuar në dietën tuaj në kombinimin e recetave të ndryshme për të shtuar edhe përfitime në organizëm.